Pas deklaratave të forta të babait të Selin ka ardhur reagimi i Landit, i cili ka dalë në mbrojtje të Mirit. Përmes një postimi të gjatë në Instagram, Landi shprehet se sulmet ndaj Mirit janë të padrejta dhe të egzageruara, duke theksuar se imazhi që po krijohet për të në rrjetet sociale nuk përkon me realitetin. Sipas tij, Miri po kryqëzohet publikisht për disa momente të izoluara të interpretuara në mënyrë sipërfaqësore dhe të hiperbolizuar nga opinioni online. Landi sqaron se Miri është ndjekur me kujdes nga njerëzit e afërt dhe se pavarësisht presionit të formatit Big Brother, ai nuk ka bërë asgjë të keqe. Ai nënvizon se familja e Mirit, bashkëshortja, vajza dhe prindrit duhet të qëndrojnë jashtë sulmeve dhe akuzave publike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.